Gjetja gjitha familjeve të gatshme për me I pranu ato. Por ka qenë një proces shumë I madh që është desh sepse pa ato edhe s'do të kishte mujt me qëndru, njerëz do të kishin vujt edhe do të ishin psu, po edhe njëkohësisht ka qenë një lehtësim për gjithë ata luftarë tonë në male kur ata kanë ditë se dikush do të kujdeset për familjen e tyre. Pra ky ka qenë një kontribut I përzir prej atij politik dhe në fushat e tjera dhe demonstrimit të organizimit të institucione paralele deri tek edhe ndihma direkte dhe indirekte e vetë rezistencës së armatosur, pra edhe bashkëpunimi me UÇK-n. Dalim tash te gjendja aktuale, të flasim tani për tani për Kosovën. Si e shehni qeverisjen tani? Shumë procese kanë ngecur, po ashtu jemi pa qeveri që 9 muaj. Si shihni tani gjendjen aktuale, sa po punohet për këtë shtet cilin ju keni qenë ndër kontribuesit më të mëdhej të shtet formimit? Për shkak të minutave dëshirova të kaloj diçka, po pyetja juaj domosdoshmërisht po më kthen edhe në një diçka. Çdo kohë I kërkon njerëz të vetë mëdhej. Prandaj kur shoh sot cilat janë nevojat e Kosovës, se sillen figura president rrugohem del akoma edhe më e madhe. Edhe unë tani, sado që gjithmonë e kam konsideruar se është një vizionar, është në një farë forme po I vendos themelët e shtetit tashmë të Kosovës, unë tash besoj se ka qenë një gjigant. Sa ka investuar në raportet ndërnjerëzore, sa ka investuar në gjithë ata të cilët kanë kritikuar ai me çfarë durimi ka trajtuar dhe asken se ka jënu, edhe ata që kanë qenë kritikuesit më të madh. Kujtohet kur njerëz reagojnë në disa deklarata të Bacit Adem Demaçi dhe ai thoshte Adem Demaçi është I madh, e ka dhënë kontributin e madh. Në një farë forme thoshte ne nuk duhet merremi me atë. Ai mund të merret me neve, ne nuk do të merremi me atë. Ngjashëm ka qenë edhe me Kadarajin edhe me të tjera dhe sot nuk po mund dalë në pyetjen që ju e shtrut pa e thonë se vërtet përveç se ka qenë një vizionar, ka qenë themeluesi I shtetit të Kosovës, po tash po shihet se ai e ka njoft mirë këtë popull, ai ka njoft problemet për brenda, ai I ka njoft edhe dobësitë ku ne mund të kemi si popull, si pasojë shtypës gjatë që kemi pas, dhe unë mund ta them me këtë rast se presidenti Rugova ka qenë një gjigant. Fatmirësisht nuk është I vetmi, nga se